Në këtë fundviti mësimor, rektori i universitetit me presion kërkon për çdo departament të hap konkurse për marrjen e pedagogëve të rinj në punë. Kjo u vuri edhe në mbledhjen e fundit të Senatit. Pas përfundimit të vitit shkollor, nuk është fare e përshtatshme dhe as pak praktik që të merren pedagogë të rinj në punë. Kjo ka hasur në rezistencën e departamenteve respektive, të cilët në respekt të ligjit për arsimin e lartë gëzojnë të drejtën për të vendosur vetë se në çdo rast dhe kur organizohen konkurset për marrjen në punë të pedagogëve të rinj. Gjithashtu gëzojnë të drejtën në respekt të ligjit për të përzgjedhur vetë me të mirët dhe me të përshtatshmit për t'i marrë në punë e për t'i bërë pjesë e departamentit të tyre. Pikërisht, këto janë dy pikët kur rektori ushtron presion ndaj drejtuesve të departamentit dhe dekanëve të fakultetet të tyre, sepse i kërkon t'i marrë në kohën kur ai dëshiron dhe shkon me te teksa kërkon dhe emra konkret për t'i marrë në punë, pa plotësuar kriteret e vendosur nga departamenti. Në disa raste ka arritur deri aty që në mënyrë të jashtëligjshme ka ndryshuar dhe kriteret e marrjes në punë, kompetencët të cilën ka vetë departamenti. Disa nga konkurset deri tani kanë dështuar, në disa konkurse janë shpallur fitues kandidat që ka patur preferencë vetë rektori Gjuraj. Këto kandidat fitues kanë qenë më herët pedagogë në universitet private, kryesisht te Universiteti Evropian i Tiranës. Në një stil ku kanë dështuar konkursin e parshme, po ushtrohet presion që të zhvillon brendësinë e së verës, kohë kur është pushim për të gjithë pedagogët. Një rast i fundit dështimit ishte në departamentin e gjermanistikës, të cilin siç e patëm njoftuar, që donin ta fitonte rektori Gjuraj me një kandidat pjesë e lidhjeve të tij. Komisioni pranë këtij departamenti e vlerësoi shumë korrekt kandidatin konkurrues, të cilin deklaroi humbës për shkak se nuk plotësonte kriteret. Kryesisht mungonte kriteri doktoratur. Qëndrimi i këtij departamenti në këtë rast ishte shumë korrekt dhe i ngjashëm me qëndrimin e disa departamente të tjera në universitet, të cilat në vlerësinë korrekte të tyre nuk kanë shpallur fitues për shkak të mosplotësimit të kritereve nga kandidatët. Edhe gjatë kësaj jave do të ketë konkurse në për departamente dhe qendra të cilat deri tani kanë provuar presionin nga rektori dhe përfaqësuesit e tij në komisione. Le të ndjekim problematikat e rastit konkrete se si do sillet rektori dhe përfaqësuesit e tij në këto komisione në ditën e vazhdim. Gjithashtu do shohim dhe dekanët dhe drejtuesit e njësive bazë se sa kompromise do të kenë në presion ose qëndrim korrekt të tyre në zhvillimin e konkurseve.